shikues të emisionit Këshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tunin Këshia Show. Faleminderit shumë publikut që gjithmonë na ndjekin në numër kaq të madh. Faleminderit edhe fansave tunë të mrekullueshëm në rrjetet sociale. Faleminderit 200.000 herë sepse tani më në fanpage-in tonë në Facebook, por edhe në YouTube kemi arrit numrin 200.000 fansa. Faleminderit shumë Dartokiti 200.000 herë për ta. Faleminderit edhe atyre që mësojnë realizimin e këtij misioni edhe na sjellën çdo javë. Janë sponsorët tanë, është Abaza Electro Group që bën instalime elektrike në objektet tuaja. Gjithë ju që doni me pas një instalim të shpejtë dhe efektiv, larmoni tek Abaza Electro Group në numrat e telefonit poshtë ekranit që tashmë regjia veç po i çet po besoj. Faleminderit shtëpisë modës Menakon që gjeneron që nga viti 1992, ku atje gjen veshjet e tyre gjithë VIP-at tona apo këngëtarët e njohura dhe shkojnë dhe furnizojnë me veshjet e tyre që nga viti 1992. Dhe ju mirëpret pranori me të Zhemberi, faleminderit shumë edhe kësaj. Është mallra nga Norvegjia Tenua. Gjithë ju që doni me pas mallra me çmim shumë të lirë dhe me cilësi kualitative, e gjeni tek mallra nga Norvegjia Tenua që gjendet në fshatin Pazharan. Faleminderit shumë pranorit Njaziut. Është Shara kompania që ka rregulluar skenografinë tonë të mrekullueshme dhe që gjendet me lokale fizikisht në Prishtinë. Faleminderit shumë fitimit dhe bestrimit. Si dhe është mobileria Eliado që gjendet në Babush, që ka kënde edhe garnitura të lloj-llojshme atje i gjeni tek mobileria Eliado. Faleminderit shumë Dartokiti pak të sponsorët tanë që bënë. Shikues të dashur, me kërkesën e tyre, por edhe me kërkesën tuaj normalisht, por edhe shikuesve sonte i kemi rikthyer do mysafir shumë special dhe interesant. Ata janë mjaft atraktiv, janë luftarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, janë luftarë të vërtet. Me neve sonte është Kobra i Kosharës, në serv vllasi e ftojmë me Dartokitet moja. Më shumë, faleminderit shumë. Faleminderit, më broma me zëra për zdyti. Si dhe musafiri dytë për sonte është ai që e njihni të gjithë, po besoj inshallah sonte s'është nervoz, është snajperisti i Kosharës, Musa Smoli e ftojmë me Dartokitet moja. Më broma e dita që është snajper fasi. Më broma me zëra. Po më broma. Si vëzë të fol me kacin por. Me kacin deshta më fol. Të gjatë jetën asë mos më fandet. Komandant. Pse këtu me kacin apo? Këtu me kacin. Me regjia veç pak. Sa e rrallë. A loma më vonë, ta nove emision. Po. Pse me kacin vorës? Me kacin deshta me prezantu sa e kanë degradu luftëtarën e vërtet të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pse? E kanë degradu dhe më honë çfarë niveli ardh luftëtarë i vërtet që ka qenë milioner, sot arë në këtë mënyrën që me kaci duhet me mbjetu, që duke degradu disa komandant, disa njerëz Kosovës, disa hajna, unë normal ju thëmë, jo në hajna. Kjo është akuzë rënë. E kanë akuzë rënë, po për ata dhe jetojmë, me të regu të vërtetën. E kush ju kalon këtë? Ma akuzë rënë është për luftëtarët e vërtetë që i shohën çdo ditë, të i pununa për ndërtimtari, të i punu fizikisht. Edhe jonë të mërzitun vesin para se me bëj vetvrasje, domethënë. Mua ata më kanë shtyr shokët e mi, njerëz që rri me ta çdo ditë me tregu një të vërtet për ata njerëz që ka njerëz të mirë në Kosovë, që e dinë të vërtetën edhe degradimin që ja kanë bërë luftës lirimtare të Kosovës. Edhe burra më. Ti po do të thonë që i kanë lënë kacin. Nuk është që i kanë lënë kacin. Po çka? Po çfarë shumë i kanë degradu si veç kacinja o kanë ama gjallë. Domthon jena hina për shtalla atë love, domthon të munu me mbjetu, me bujësi të humor, domthon çash ult në kanë qu, sa min nxe jetojna. Kjo është ajo e mozhës, e kanë degradu. Po do të thonë që pas luftës arma e një veteranit të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe ushtarit vërtet është kacinja, domthon me këto. Domthon kjo është mjet e funit është kjo. Përgjegjja e funit e luftëtarëve të vërtet. Po shteron sinqerisht. Është pikëllues, është për mua mas pari, unë gjithmonë kam marrë me i prezantu veten se çfarë gjendje jam, edhe ty e prezantu veten, mund edhe ata tjerë me pa, mund me pa se përmes me mund me pa se çysh ka gjendjen e luftëtarit. Kur u degradu kjo? Unë jam në qenë nga pas lufta e marrë në Kosovë, e di mirë edhe din tonë që Jakub Krasniqi kur ardhë në Amerikë, ka thonë hajde në Kosovë se do të kesh mundësi me punu, se ke luftu për vend, ke shit pasunin, ke bërë gjithçka. Sot që ata njerëz se si në konë kërkushat, do më onë që edhe në Kosovë, me ja fillu me punu, me bo pra dhem tem, sot ata e në multimilionera, kurse unë jam, me gjithë ata shok, i punu në ndërtimtari. Këto ko morë për një ndërtimtari, ku isha qëtash
kohën e funit me dësho 4 veteranë ishim, edhe ishim të shit një plosh të dë njerëz, u pagum 30 euro në ditje për sën, po erdhen inspektorat edhe në nëzonë neve të i punu. Po thot e përnoj, ju lutëm duhet me ndërprej se erdhen inspektorat. Edhe ku erdhen inspektorat ma lypen dokumentacionin. Thash, nuk e ka me veti, edhe na mojnë dërë nga deshtëm në rashëshru në policie, ne i mojnë emnat, tha nuk ini t'i punu në zezen. Do mon që sa poshtë e kanë degradu, luftetarin nuk ka drejt më punu, luftetari është veteran i vërtet, do mon s'ka drejt më punu. A invalidi, që është fjole vetë invalid, ka drejt më punu. Kjo degradim ju nga këtat, që ju në tash në qeveri, se nuk është që pëdu me përka, po kjo është prej pas lufte, prej që ka fillu. Toni, degradimi ma i kesh që ju ka bo luftës, edhe luftetarëve të vërtet, është që nga pas lufta. E shkruun, çdo shtëpi është në zone u që ketë dhe me ketë. Aty filloj e zeza, aty fillun më morë ata me biznismena, fillun më morë me serbë, me ata që luftum dhe ditën e funit, ata fillun me bo biznese. Kush po mendon që i ka bo këtë mus? Këto i kanë bo komandantat, jo të gjithë, gjithmonë nuk është gjithë. Pse veç komandantat, a ka pos edhe ushtarë që i ka mo? Po, kanë pos edhe ushtarë që i kanë bo, aty jonë shumë e shumë. Të një është edhe me e keshë, degradim, që e shetin zdërë, sen që është e bukur. Luftetari vërtet nuk dhjet tashmë kush është, se tash mush luftetar rrenca. Luftetar që kanë luftu, ju kanë imu Serbis me mytë shqiptar, jonë veteran. Ajo më bënë mu mas mundi mirë, se ka cinja... Kush janë ata, më shmi përmen me emra? Po, në ku më përmen emna në tjera studio. Jonë me emna, jonë. Që i kanë imu Serbis, si po thumë e Po, i kanë imu Serbis. Kush janë ata? Nuk mjafton me ta tërgu ty. Nuk mjafton, nuk është e knashme. A janë pozita? Me konë veteran, e kum fol me emën, edhe nuk është se i friguna. Po unë jem t'i hupë që shumë, kanë degradu mu tash. Mu nuk po ka punë, venë punë që shkojë në me punu, nuk po më marrin mu në punë. Se po thotë e ki full, jetu e full, jetu e degradu t'i shoshni. Dhe ma unë jem t'i vujt. Pra ata e mordën në studio, tonë, se dikush s'ma e mundësin me ma unë. Unë e ty t'një si pasuri komtore, që t'i do këtë kështu shi. Jetu në adhonë mundësi me prezentu luftetarin e vërtet. Unë jem luftetari i vërtet. E kum shrit gjithë shka që ka kum pas. Pasoni në Amerikë, gruni kum honë, dele martoh, thmini kum lën rrugë. Sot unë nuk po mujmi i shkollu që ata thmi. Këtu problemi jam, unë të i punu më thët nuk ki drejt më punu. Qysh jetojnë me 200 euro? Qysh i shkolloj thmin? Grunë smut, vetë smut. Qysh mujone me jetu? Unë nuk kem të mujt me jetu, ma ki morë drejtën e jetesës. Toni, për më mbot paluntën. Qysh të mund shumë njëtë hajna milionera sot, nuk e leon me formu një shqeveri. Nuk e leon me formu. Ti s'ka me ndati, qysh do të më formu? Do të më formu qeveria, se parlamenti e ka për detyrë çdo deputet që e ka morë drejten, e ka obligim qytetar me formu parlamentin. Mas se të formuat parlamenti, nëse Albini ose dikush tjetër s'mund me formu, duhet shkon të i dyti. Ma në të fore nuk mund më neshit neve. Na marun, na te prej mas lufte e herë kanë thonë kraj e luftës, do votojmë për krajnë e luftës, edhe kemë votu krajnë e luftës. Po dalmi konkretisht e ka Albini shkurtimisht se e lem basin asër në pritje Kubra, që është, edhe kjo është veteran justisim të orë Kosovës. Nëse Allah se komandant Kubra është njeri respektum. Jo komandant Kubra, po çdo njeri që ka marrë pjesë në luftën e Koshas, heroi imi është. Po çdo njeri në Kosovë dhe ku do të jeton shqiptar, ma ka me bësh mu edhe ati luftetarit vërtet, jo ushtar. Se ushtar e qiti komandanti jonë, sot që është në Hagë, e tha, çdo njeri që ka dhënë pikuj, ka drejt me apliku. Nuk është e vërtet kjo. Nuk të bënë ashtu. Nuk kanë drejt me apliku, se në hymnin e flamurit thët. Prej lufte ai që largohet është i lindën tradhëtar. Dhe ma që shka mundësi tradhëtari më konë luftetar. Mos prek, po shpesher edhe për ty kur kemi pas intervista, dikush ka pas për i tyre që ka thonë Musa Smolji s'ka qenë heq luftë dhe ka qenë dezertur. Qëre, ai si ka thonë për mu, ka qenë dezertur, ose nuk ka qenë luft, ai është zëb kurve, ose është një shpion tradhëtar. Është i lindën, se në Kosovë, për fat keq, në Shqiptari,
është një përshindje se shumë e dopt. Se e kanë degradu këta vetë, luftëtarët, komandantat e kanë degradu sa du bon milionera, ata si s'kanë bo bashkë kur gjo hesh. Unë e po thëmë, unë i morë me përfasu luftëtarën e vetet se është sukrone, lafi hidhur. E vërdet. Po nuk ka gjo më gjuna. Po, tha pak më herët për kryeministin Kurti, dhe më thonë që si ka fajt. Unë e kom po që edhe ministrat, për veteran të QK-s, unë e kom po që edhe ministrat e ti, dhe më thonë, shpeshere kanë kritiku dhe kanë kishu që kënë. Ka thonë Malina kishë kushtu lufta me mercenar, për shumë dhe Koran Marati, ke posë kësi, dhe më thonë. Kjo s'kesh më posë, ka kuflet me radëgjitje për veteranët e QK-s, është e ronë për të? Jo, është e ronë, është e vërtet se është e ronë, po kjo jujnë të e kesh përdurë bisedën. Pse? Pse, se ju keni në planë e treja, keni ju me degradu me rajnë këtë popull. Jo. Nuk shiten rajnat mo. Pse, qka? Pse nuk shiten. Parlamentin duhet të formojnë të gjithë. Po, qka rajnë ta unë? A i kanë thonë që të sanë ata? Ata kanë thonë, si nëse jeni qesh patriota, kom thonë edhe në studio, në klanë Kosovë, edhe mund është më konë... Po në hajë që dalë me ti Mimoza, po mund është më konë edhe ti korruptum që ata tjerë. Po Mimoza Kosovë, për shumë, është e vërtet që ka full... Po shka me të sënë mu Mimoza Kosovë, kush është? Qysh burë është Mimoza Kosovë... Levizit vetëvendosja. Mimje, levizit vetëvendosje, mujnë më kontrashtum 90% njerëz më të dëpë që i ka Kosova. E pse ti je me këto? Me konë? Me vetëvendosje? Jo, unë jam me zotin. Unë jam një nga. Mëste... Komandant Kobra, që ka me ndëne për kro, ullë busë. Ullë se ashtë një e dhe njërës dhe burë. Deshta të aprofundoj punën e Lopatës. Edhe pse në orë të Lopata, edhe pse shokët e mi, njërës të mi që i në 100% që në luftetarë, mës ta humbin shpresën për jetë se pasuria e jonë është familja dhe adhevi lirë. Bravo, dhe të ki informacion. Dhe të kusë e unë e këza posë e mërë. Po një që të pëdu, s'ka nga studio. Si në shpitone? Fandet, zotit rujt. Me më nëmë misërë, se janë nësëm që ashtu si shpet e shpet. Komandant Kobra, falim dilë shumë që i erdhe. Për e dytë, normalisht me kërkesën tuaj për dhëtimën, sepse emisionin e pore kemi pos shumë kritika, kemi pos shumë kërcënime. Kemi pas tentativa për me hekë emisionin. Pse kjo po ndodh? Unë nuk kom pas drejt për zdrejti as kritika, as kërcënime, as që i pres, as që i logaris serioze, se ata që i kanë bon ato kritika dhe ato kërcënime, është dashtë në kohën e luftës me dalë para neve, pikrisht si para musës, si ushtarë, snajperiste, si para me, si komandant vijat e para me ushtarë, edhe me thonë, jo, na do të bojmë luftën, jo rinim brapa. E ata janë thjesht pulash. Ata që në kanë... Po, komandantat pulave, edhe njerëz dyshimt, që bojnë kritika... Komandant pula pithu për shemull se kem posën e... Kom posë, në më thonë, kritika për emisionin prej komandantit Kosharës. Edhe Lepurusha, cilët... Lepurush për qunë komandantin e Kosharës? Po, ka edhe Lepurusha në gjdo front, jo vështë në Kosharë. Dhe më thonë, unë e për emisionin e parë, që e kom realizu me ty, kom morë kritika prej Rustem Berishës. Po, pikërisht Rustem Berisha, regullisht, sa herë kemi pas takime, dhe gjithë herë ka thonë këto që po i promovojmë në për vjetoret e dëshmorve, këto jem të i bone, me javëzbut zemrën pak familjeve, se na realitetin e dim që është ma në ryshe, si kanë ra dëshmort, po duhet t'i bojmë. Njëjtë e kanë bojmë dhe në kohën e luftës, atë pjesën e luftës speciale, si Rustemi, shembull, që e ka çfarë lufte ka bërë Rustemi kundra te? Unë se di jo kundra me nuk thash, po në përgjithësi, nëse toleron të flitet për luftën edhe nuk del që është dashtë Rustemi i pari dalin të prezentojnë zingjirin komandus të atyne njësive që kemi marrë pjesë në thyrjen e kufirit si grup operativ të re, ku prej 11 majit 99 jemi si brigad 138 Agim Ramadani, që ka do me thonë Asagimi Asaliu nuk kanë ra dëshmor si dëshmor të brigadës 138 Agim Ramadani, po kanë ra dëshmor të grupit operativ 3, ku fillim me shifet që kemi qenë
të ri formacione, spaku e ma shumë. Edhe njësin që e këmë dhe që unë ka qenë njësi vartëse. Po tash ju dhem shumë, se pas lufte tash dhe ushtarë tash që në bo ma di shumë pas 26 viteve, edhe ata thujnë gjithë shka kimi ditë. Si do të zhvillohet operacioni luftimi, ose si unë bon vëzhgimet e... Po pse gjithë akuza, komandant, pse gjithë akuza drejtim të Fadel Handërgjona, i cili është njeri respektuar edhe ndershëm, luftari vërtet, pse gjithë akuza kundër Rustem Berishës, komandantit Kosharës? Nuk përmena unë me emin, po Rustemin pikrisht është, do me thonë, simboli komandanti kryesor i betejës Kosharës. Për shkak gënjeshtave që i kanë tolerue. Çfarë gënjeshtra? Gënjeshtave dhe sa i përket zhvillimeve luftarake. Për shembull? Për shembull, deri 90% ti ndëgjon për diçka që ke marrë pjesë vet, i ndëgjon për 90 rrëfime tjera. Për shembull, cili një prej tyre? Si për tërheqjen e trupit Saliut, si në thyrjen e kufirit. Kur nuk mujnë me dalë ata me numër të sakt, si unë që dalë dhe thëmë ditën e pari kum pas numrin e sakt, 10 ushtar me muë 11 dhe ushtarin e 12 e kum pas në vizit familjes në Dorës. Po dalin qka ishdasht Rustem Berisha me konaj që ishdasht me dalë, për çdo ditë me tregun në se cilin drejtim, 3 drejtimet luftimit që kanë qenë, edhe mbështetja mbrapa ka qenë. Po akuza e por ka qenë shumë e rëndë, ndaj komandant Fadel Handërgjona Juvja. Keni thonë ko dyshimet e të rikja, që kalon me dyshu që dhe me ka aje pas ka vro, kënë se aje pas ka vro? Kanë kriju e huti, a i mu ka lajmëru e kemi bisedu, unë jam i gatë shumë, jo me Fadilin, po me cilin do mu ballafaqu, derin komandantat zonave. Këta këmë shperi me një emision ku kemi qenë me Nasim Hadinajn. E pse qka ki kundra Nasimit diçka se e ke thonë në emision por? Nuk e kumë thonë... Nasimit bështet burë për kralë, ty edhe Musa. Jo kundër Nasimit personal, po kundër si cilit komandant që del flet për në vendin që s'ka qenë prezent. Për çka flet Nasimit që s'ka qenë prezent? Pikërisht për tërheqjen e trupit Salit Qekut. Nasimi s'munet me ditë ma mirë se unë jam komandanti që e kumë pranue edhe rrezikun edhe tërheqjen e trupit Saliut. Edhe pse është mendue se do të tërheqet në masat sigurisë më të larta gjatë natës, unë e kumë bëhe para dite, do me thonë, kemi fillu dikun pas orës 9 të mëngjezit. Në tërheqjen, edhe aty për aty ku morë vendim me Fadel Handërgjonin. Për këto s'ka që ka flet, shembull, asë Rustemi, asë Antoni, asë kurkush tjetër. Ata veç mujnë me thonë kemi ndëgju. Edhe ato të ndëgjume... Asë Nasimi s'ka morë pjesë? Asë Nasimi s'ka morë pjesë në tërheqjen e trupit Saliut. General, jemi live në emision tira me qëllim. Jam drejk edhe me mësafir së të një këmë. Okej, se dhe ishta më të aponi pyjtje shpejt, po okej, hajde, kalem mirë. Po jam drejk, jam kota, nuk mu janë ka shumë, jam drejk, që apet për në ninë. Po, që. Hajde, kalem mirë. Po, mundet me përshëndetje dhe mundet me gjithë ko, po jam unë e këto. Edhe une jam i betum edhe i lindun, edhe në luft, kur jam kyç, të besue vetëm në shtetet e bashkumet Amerikës, dhe ushtrien Amerikane që ajo do të bojnë levizje dhe do të në ndihmojnë më qliruaj. E për musën, pëse keni thonë së është snajperist profesionist? Për musën bazë të rëfimeve, se une këmë thonë emision shumë kjartë, Musa ka qenë, po une Musa që mi takue, që që këmë thonë. Edhe në bazë të vlerësimit të rëfimit ti, une këmë vlerësue të mandë që kë nuk është snajperist profesional, arë snajperist ka pas njëjtë është si një vozit që mundet me konë maj mirë se një instruktor. Mirë po instruktori ka licencë edhe është certifikue për me hapë një shërbim më lartë. Snajperist profesional unë në rëfime i kuptoj. Gjatë rëfimeve edhe asë gjonë
do me thonë, jo kundër Musës, po kundër asni ushtarit vijave të para, sidomos edhe atyne që kanë pas armë snajperiskët, se ka qenë edhe me sa di Besnik Binoka që ku përmen radiolidhjen e Saliut që ma ka dhuru vitin 2014 apo 2015, edhe ai ka qenë një prej snajperistëve, dhe çdo snajperist me qitjet e veta ka arritë rezultatet e mira. Mus, çka mendoni ju? S'kem kur gjë të keqe. Për që ka thonë nuk është snajperist profesionist? Që me gjithë respekt, edhe pse u këtu në serien nuk e kum pa prej para dëmon lufta se kom njoh, po e kom një zonën e tina që ka qenë e kom një për njerëzve që është një ndër prej më të mirëve. Se unë po them çdo luftëtar i Kosovës është historinë vetë, është njëri i mirë, është shumë i Zotit, njerëz më të mirë të kombit kanë marrë pjesë aty, prej ta anëve, domthonë shqiptar, prej ta anëve të botës kanë marrë pjesë. Ata janë njerëz të çmuar. Ky vlerësimi që ka bën, mua nuk më ka prek, ky din me vlerësu, është vetë vlera. E ka dhonë vizionin e vetë, mënyrën e vetë, në të mënyrën, kur kënohet konga Shabamanxhollit, e kesh paknu, tha e mirë, unë më shtoj majori, tha ja dhash 2 parqeta se kapshin trup veç në tesha. Kur dul jashtë Shabamanxhollit, e kesh pa thonë atina, tha pse si ashtë tesha në trup, ato dhejmë Serbia, tha, të rshona let nuk i heke, se nuk kesh pa thonë këgja adin kështu. Po unë deshta mi thonë këtina, që unë me snajper, ajo ka qenë domosdoshmëri, ajo ka qenë domosdoshmëri se me të vërtetë unë kum qenë dy punu në restoran në Amerikë. Unë kum qenë njëri i zorit, kum ikë prej adhëv, me qatë lëpot, mu ka duf me qatë lëpot që e kum përdurën në 89-ën, që e kum përdurën Serb, në katun fshat temin, që Serb u rebelion nuk në leshin me shkunar atë me djetën lëpot e ke unë me qatë lëpot, unë i kum rre 2 Serb që ka qenë njën e ka vrota e Berisha, pse i ke rrej ata se? Dëshmurët është e Berisha, unë e kom rrej policin edhe i shëficin, pse ma nalen rrugën nuk më leshin më kalu. Unë i thësha hec me traktor ati i pëntoj tem, që i kisha temin, a i hypi mi ceva, ja shqitën cevat e ujt me vadit edhe i kom ra kacin kry, e kom le unionin aty tjeti ka shku me moraltin në kon polic, edhe ato kom ne në rrugë, edhe i mik mu ka duf me lën traktorin aty, prej ati eshe kom shu Kosovën. Im koni denum me burg, po në munges, nuk e kështu. Dhe ma unë, këtë që ka thonë, është që këtë din me vlerësu, nuk më kanë nënçmu, po është e ka thonë realitetin se unë im konë prej zorit jem bosnë e presti, jo që im konë në profesionalisht. Prej qefi, po. A u këtanë, po zori, po. E mus në me, kur jemi të Serbët, atë kujtuhet, dhe me thonë konkretisht, ju personalisht, ju kujtuhet da i vrosi që i keni botë Serbën gjatë luftës? Qërë, unë për më vrau, ka thonë nëse Maradini, se ka herë, s'kom qef me për me në emni, se të shumë ka... Jo, nësimi o burre mire e du shumë, po në atë mënyrën e vetë në ka abuzu, nuk në kalon me rëfy në gjaren temet vërtet, a u këtanë. Ma ka ndërprej, ma ka thonë, aje kon t'i këtu, aje kon aty. Në shumë sene, duhet t'i të regojmë që shën konë. Unë jem shku për me vrau Serb. Unë jem shku me qëllim, kur e kum vetë vlam tem gazetarin, më ka thonë... Emrin. Mazhën Smojli... E përshëndesmi do arpërkite për profesorën. Mazhën Smojli më ka thonë, luftetari, momentalisht që është të luftu, ballën me Serb, është Ramush Haradini. Dhe ma onë që është të bo luft në gazhin. Qëllimi jam o konë më shku më... Se s'kom ditëm ku më Koshoja, s'ka ndësu mu Koshor Saliqeku, me respekt herojt e kumbit. Se ke njuft? Po s'kam ka ndësu mu për ata, si kum njuft mërë. Se kum ditu në kush, a kom luftu kjo a kush. Jeta në ka imponu, momentin në ka imponu, këtu rëthonat janë imponu, në kanë vanu, po ka ndodhë një luft shumë heroike në Koshore. Është jashtë zakonisht kur nuk më atë men, luftetarët nuk bëzoj unë për veti kësë, dhe më unë ti ka herë ma qënë mollin, jesi një mollë shere jërë. Se? Se dyqysh mënu është me, tu ju mënu me në animu edhe degradën njërën e Kosharës. Kosharën nuk ka drejgjët kush me full për Kosharën. E kanë devalvu ushtarën, luftetarën e vërdet. Ju vërë vistash atë kujtu da i sërbu, konkretisht e ke vërë. Se unë jem shku me vrë zullumqarën. Jem shku me vrë zullumqarën. Jo një rast. Po kom shumë raste që e kom denu. Një për shembull. Unë në shembull të tregoj një.
Kush e ka vra nuk e di, po e kena ngre zhag. Kan? Serbin. Po, Po e kena ngre zhag, në atë moment të ngre zhag, o kon qerimi edhe holandezi. E kena ngre zhag, mja mor altin, o kon pytje, aty kem pas luftime shumë të moja, edhe ata enorme mor, edhe aty kum taku Nejma Ljokun, Nejma Ljoku ka qenë terrasa ku vro Abastoqi, Nejma Ljoku kum bisedu me ta, më ka thonë, i ka e tje, i kum të regu, edhe kështu që i kum thonë jem snajperist, i morë pej Amerike, pej Texas, edhe më ka thonë, ku pe din ti për snajpjeka, edhe më ka shu, ma 3 dite i na shku e ku morë snajpjeka në Rostem Berisha, më ka thonë, me gjithë Nejma Ljokun, më ka thonë snajpjeka në mu edhe holandezi. Musike posa do akuzat rana këtu në emision të na kur ke qenë, me po fatmirësisht ka qenë gjallë ish kryeministri i Republikës Kosovës në atë ku zotri Bujar Bukushi, tash është i ndjerë, më ndjes post. Keni thonë që do me thonë fatkesia dhe zeza e kumbit janë disa njerëz, një ndërta dhe Bujar Bukushi. Pse? Po shumë e vërtet, edhe nuk është për mund ndjerë, unë jem gëzu që dek. Që shi gëzu që di kjo është e rëndë? Po shumë jem gëzu, bëli më mujtë. A keni qenë vërën ti? Unë e vesh kum pas qef me të rëgu. A keni qenë vërën ti ju si njeri që është ish kryeministri i Republikës Kosovës? Mu nuk vjen kesh për çdo një që e ka kesh përdor Kosovën, e ka kesh përdor me gjithë ata shokët e vet. Këta janë e zeza kombit. A keni qenë vërëm ju personalisht? Ju më shkojnë në vërëm të aty në mama. Nuk marë pjesën e njerëz se e kanë degradu Kosovën. Qysh është e mundshme? Qysh është e mundshme? Unë kum biznes kum udhëhesh në Amerikë. Kum udhëhesh biznes, pa e di gjuhën mirë. Sot në smizë jetoj. Qysh është e mundshme? A keni zot, a keni fytyra, ku jeni ju? Qysh është e mundshme shkojnë në punë e gjoj, jo Bagresti, majnë joftën në Kosovë kum pas makinat pe thminijem kon, 15 vjeçar kum pas bagera e kamiona. Kum pas babën në Gjermani, kum pas kushtet e mia, pe Amerikë e marrë dhe më kanë prunë njerëz me emna. Jem 5.000 euro në ditë i kum fitu, i kum pas 10 punëtor. Ibrahim Rugova ka pas 500 euro atër, rogën 500 mark punëtor jem 1.000. Qysh është bon, unë sot mos më pas mundësi me punu as kokon. Pse? Jo. Po devalveni shqitje vlerau. Unë e një shoqata e veteranën pe, thot, do i korrigjojmë veteranët e rrajshëm, do i hekim. Qysh mëni mi hek ju veteranët e rrajshëm ku i kini shti vetë? Pa po frikohesh ti që kanë me veteranët e rrajshëm? Une nuk po frikohen, po më pëllni që ata njerëz se ja u kanë morë ka 4-5.000 mark. Ata pëllni po thonë, letë më hek në Gudzoftë. Po une i kom një edhe këta kur kanë dashtë mi bon. Kur e murën e vjedhen këtë parët, ja vjedhen poplit, ja murën, këta e në zonë ato në loge, thomune, ja në zonë pritën parët. Kur i murën i lanë poplit si dejke mo. Të një thana, bojmë dishka, për më në dosh poplit për bojmë çdo shtëpi ka një veteran. Pse thash për dënimi bojmë, në kisha me do se më besojshin atë vakt. Tha tash edhe grunja marë nëse o nevoja, s'gudzon e më prish mu. Këtu e devalvimi maj madhe. Kush ka thonë kështu, grunja marë, kjo është akuzeron. Ej, nuk mund e mbron t'i këta edhe me thonën me emën. Nuk mund e mbron, e din a ishka im ka thonë. E din edhe ata. A ka gjohë ma turp në botën shqiptare, po foli. Njerëz jonë të dosh me vra vetën, unë rri me njerëz. Luftetarin më të mirën e kanë degradu. A ka gjohë ma gjunasi më morë unë pjesë me gjithë të këtu, të i kalzu se tili farla peri dhe le folë për luftën. Kur e kum gjithë, Dugazhinin thate kum gjithë. Unë im hitë do të radini, nuk i ka pas 5 motoshtarë si kum po. Në kohën kur im hiune. Më pa mujtë më në zonën Daut Haradini që ata që i kanë po veteranët të rejshëm. Hunë i kësh mytë, e kanë leonë vetë i kanë leonë. Kur Ramosh Haradini vetë ka shku në Libër, thëtë me një motoshtar e mitë, në Koznik ka ndina ka shku. Që shu po kjo? Shka u bo shku Ramosh Haradini, komandant, shka u bo kështu? Qa ko faj Albini? Albini më ka pelqyë dhe ku kebnet në dhe ku e nërë me lypë botën. Për kërën. Ku e nërë me lypë botën për kërën, për parti. I kumë thonë. Nëse ti i hek veteranët e rrajshëm, ti me pas për kërën time. Ka premtu, ka thonë pu. E Albin Baba që për thëjnë, a fajtosh? Albin Baba nuk e me i thonë Albin Baba me thonë, po e kanë bo sloganin, su kur ti shikishe me bëllajka, këj popull se di kone ka baba, s'kone ka nën, se me dit kone ka baba, unë të tregoj kone ka baba. Gjakun tonë të liris. Gjaku jonë i liris është baba. Gjaku që ky gjaku se ka dherë dhe baba i jonë. Ky është hija e adhët.
ky roje edhe, gjaku i tina, unë e përhir gjaku tina, qona, se unë e kom pështysh gjak për këtë vend. Po jo, së kur kështë e është i plagosën e shumë tjerë. A ka gjo ma gjuna, a ka gjo ma gjuna. 20.000 veteran të rajshëm jonë. Ata... Vit valid të rajshëm. 20.000 valid të rajshëm. A ka dëshmurë se kini thonë... A ka gjo ma tërp më A ka dëshmurë se kini thonë në erë... Po, ka, shumë bili, me mija. Dëshmurë të rajshëm? Po. Një rast me përmeni? Wow, 100 raste të përmeni. 100 raste. Dëshmurë të rajshëm, invalid të rajshëm, me mija, të një u kanë bo ligjin këta, komandontat, gjithmonë jo krejt. Komandontat ja u kanë bo ligjin se kush komandontat, kush? Wow, nalbre, komandontat ja u kanë bo ligjin si të kanë drejt ata me zhvat fundin e Republikës Kosovës. Ata nuk e dojnë atë dhem. Sa e ka bo ligjin për invalidin, me pas drejt me punu, a veterani, që është i shnush, mës me pas drejt me punu. Kjo është, pse, kanë bo, e kanë degradu, e kanë prish, dë gjon. Unë nuk di që kanë moral ata, unë s'di pse jetuin. Ha u këtën, e kanë zbe, kjo tërp për ata me nashti mua këto, nuk ka, vish një, mësë po pjeskate shumë edhe në studi. S'ka problem, vish, tjo me apsirë në kumë. Nuk ka matë mirë në Kosovë, nuk ka luftetar matë mirë. Harrokush, nuk o zokush me thonë se e kam emnin Musa Smojli, kjo e ka emnin e vetë. Nuk ka matë mirë, na kem dhonë maksimumin. Nuk ka pas mundësit e të gjonë, më pakun i dekun, ishte krenaria me amodhe janë bosi, thëtë Femilla Droci. Po s'kom dekë, se s'kom pas fatë. Krenari matë modhe se me luftu, së kërën e kynë, koshare, se kem kursy maksimumin, e kom lonë familjen, e kom lonë pasonin e krejtë. Sot jem papun, po jem krenar. Nuk jem ka thomë në me majtë mu me dikush. Po më mlonë vishtë jetoj. Po une jem krenar se kom një familje shnur, jem të nëzirë 2 doktor në familje teme. Bravo! Të fej kole, Komandant Kubra, a ndjeni i tratuar nga shokët e Koshaurës? Në luftë dhe pas luftës? Nga ushtarët e vërtet, si kur që është Musa sante këtu me muë, nuk jëm një i tratum asë në luftë e asë tash. Nga ata komandant, sidomos që pi përmem këtë, që kanë qëndru në brapa dhe që kanë ditë me rujt vetin luft, ata dhe kanë ditë mu bon dhe profiter pas luftës, e kumprit. Se në lufta nuk është krejt e mirë, në çdo luftë ndodhin gjonat e mira dhe të këqija, dhe në luftë kyqen njerëz me ideal, që tha me gjak, dhe kyqen për interesa. Po nga kush ndjeni i tratuar, komandant? Po, tradhia po shifet që është nga vetë zinxhiri komandus. Do me thonë, kryet e zinxhirit komandus. Nëse është kryet të mirë, atëherë njësit poshtë gjithçka kishin me qenë në rregull. Se pas lufte nuk si shtabi i përgjithshëm, si shtabet e zonave, me shtabet brigadave, nuk ju kanë dhënë mundësin që të kontrollojnë veprimet e ushtarëve edhe të ushtarëve të vërtet, po edhe të atyne cilët i kanë bon veteran pakon fare. Se shembull tash në Koshare nëse flasmi konkret, Rustemi ka përgjithësin nëse ju në fut ushtartë, edhe na e dimi që ju në fut që s'kanë marrë pjesë. A kina e rast që e den që është fut? Qysha kom rast që luftën e kanë përfundue me të plagosun edhe me të vram, me dëshmor, edhe veteran, ma pak se 1500. Janë përmi 3000 zdi ku ka rrit numri. Pa i kanë fajt komandante zonave, komandante përgjithshëm? Po normal që komandante zonave që i kanë bo me partin. Këtë favori... Pa të pse Rusta fojt, që ka me bo komandante? Këtë favori ju ka kërku e Rustemit si komandantve tjerë edhe të zonave kalkulimet që i kanë bojë për me uqas, me fut garave zgjedhore edhe mi kalu pragjet edhe mu bo subjekte politike edhe të nej me mjell shtetin, me hangër, mos mi interesu fare për ushtar. Janë akuzat trona, mos dormi te... Po, shumë trona dhe tash shumë... Te vrosja sërbe që shpjegon. Janë trona akuzat të bojone.
E shpjegon në për intervista tjera që vrosin në një komandantit sërbë nëse s'gaboj. A më nëshme në shpjegu sonte? Jo një komandantit, po në përgjësit komandantat sërbë kanë hasë në ballafaqqimin më të fort përballë njësis ku kumë zhvillu unë e luftime. Se njësia ka qenë e tillë ku do që është mas shtiri, aty jemi përgjegjë. Unë jam një për atyne që këmë thonë me data jepi. 9-10 prill kazerma, 11 prill Oplazi, në Rasa, deri në Zhare, që ku marë pjesë, ku vritet komandanti, në me thonë, Sërbë në Oplaz, për një sistime Kobrat, prej Emri komandantit Sërbë? Emrin komandantit Sërbë, tash nuk më kujtohet në radio lidhje Jaguar. Jaguar? Po, se su më kujtohet. Të është ta më ndërprej komandant, në një nga intervistat e ti, generali Sem Berisha, që unë përbesej që kena hinë gjuna me ta, intervistën e parë. Këtu veç në emisione kur që mune, generala mos më përmenë, se s'ka pas në luft generala. Pse ja, generali Sem Berisha? Jo, se një pas Rustemi, as Ramushi, s'kanë qenë generala, këta e në bu generala pas lufte. Grada si kur edhe ma dopta se grada shërbime zjarëfikjes ti bënë mune të bëj. A kur ju vjen puna në zetë, që rethi i vetë, njërës të ma të besu shumë, ne i kanë quë lidert, me thonë nëse udhëhecit, komandantat kryesor në Hagë, e ullin kokën të poshtë, e nasve ullin me sëtë. Se na nuk jemi as të ftum prej hetuesis, as prokuris, as ndërkombëtare, as vendore, po jemi të qetë se kemi ditë edhe si bëhet lufta, edhe si duhet mos sjell pas luftës. Përmend Sem Berisha në një nga intervistat e tij në KTV nëse s'gaboj që thotë ka pas oficer shqiptar që kanë komuniku me sërbë. Se si kanë përmen këto pa dalun në emisione ma heret, pa e cekun që ka pas edhe shqiptarë. Disa oficer kanë qenë me vetë dëshirë me kontratat regullta që i kanë krye shkollat ma heret, edhe ushtarë disa do me thonë kanë qenë në shërbimin e regull të ushtarak, që shqiptarë cilë kanë jetu në Sërbin, në Malëzi, nëse edhe në pjesë të Sanxhakut, ata normal që kanë shërbyer edhe gjatë luftës në Kosovë në ushtërinë sërbe, se kanë pas obligative. Ka pas edhe dëvrame së sene. Tash këta janë të hupë ko shumë të i përcjell ato dokumentaret, cilat janë edhe ato falsifikate, ku edhe vetë sërbët ilshojnë aqë sa në fund të dojnë medalë të pastërt që kanë bo luft të pastërt. Në fakt, është shumë pa lidhje me thonë, po si në shkrimet në botha sot, si ma vonë emisione, ku një emision kom qenë në Rokum me Nasim Hadinajn, e duhet me pyet Nasimin në emision nëse të vjen, pse ai emision tash sekuencat dalin vetëm tina në për YouTube apo në Google, a emisioni është i fshim, me qenë se Rokum ka kalu në tjetër televizion, po pse është në shef. Do me thonë, neve individve si... Kush po më ndani që e kam shef? Po, kanë shef këta që dojnë me shtrembruhe historinë. E kur me ndani që të shkruat historia e vërtet e luftës të Koshorës? Historia e vërtet e luftës të Koshorës edhe ushtrisë qëndimtare të Kosovës vjen vitin 2049 prej shtëpisë të bardhë. 2049? Po, 50 vjetë. Kur bëhen, edhe këto fatkeqësisht s'do fatmirësisht për ta, po për njën e nanë, që ndoshta asune nuk do t'jom njët, shumica nuk do t'jen njët. A e kanë shfrytzu këtë popull edhe i këshyrin si hera, si, po, veç me javë këshyrë pasurin, si kanë arritë, si kanë... Kush për shambull se janë akuzat rona? Këto akuzat që po thutit të rona si pas teje janë, se këto janë akuzat ma minimale. A mundën e mi përmend me emra? Ka mundën me ishtim të lash, po ma mirë është mi përmend me emra se prej ka njerës. Ndëgjo, ma minimale. E dim na i kemi, spaku i kemi 250 familje në Kosovë, si kemi ma tepër, cilat jetojnë luksin edhe si adin fundin pasurisë. Nuk janë vetëm
pjesë e luftës, po janë edhe ata cilë s'kanë marrë. Mirë po, fatkeqësisht që kanë rënë në ndikimin e shërbimeve slave, kur thëmë sërbë edhe ruse, edhe disa dhe sëtë do me thonë krynë shërbim për ta, si në emisione të folë të i përshtatë. Unë jam një prej atyne që jetën teme se kom dërtë, pa morë parasysh me qka balafaqona si balafaqona, po më vjen pak keq prej fëmive që du na milon amanete. Se fëmija mi duen t'jenë gjithmonë, edhe pse kemi bo luft pastër drejt, ka pas humbje për balë meje, edhe si pas koordinatave që i jep, une, ata tjerë të mqelin gojën. Se nëse dalmi në teren të luftimit, kime dalë kismet, kime po në intervjist? Kime dalë, po nuk të vjen asë një komandant tjetër atje. A dhe nolmi pak të, General Nasim Haradinaj shpeshere përmend të kone në emision, konkretisht ka thonë që roli i djemve të Shqipërisë, veçanërisht të Trapujës, ka qenë i jashtëzakonshëm në luftën e Koshorës. Në fakt, cili ka qenë roli Kudus Selamës? Po, me ditë saktume, po Kudus Selame edhe aje ka pas rolin e veçantë, mirë po në brezin kufitar dhe në verit Shqipërisë ka qenë ma e pregaditun, ma e armatosën ushtria qimtare e Kosovës, njësit që kemi qenë brezin kufitar, se sa ushtria shqiptare. Dhe më thonë keni pas ju ma shumë armatim? Kemi pas, kemi shku e tu pajis me armatim, edhe pse edhe kemi ble armatim. Nuk ne i kanë dhuru armatimin, se thënë krejt. Për gjonat tjera që i kanë keqpërdor, i din ata cilët kanë mujtë me keqpërdor. Mirë po, mos të harrojnë se edhe 4500 hektar i kanë pas territor të minum të shtetit shqiptar për gjatë brezit kufitar prej forcave sërbe. Aeroplani vëzhgus i ushtrie sërbe, çdo ditë 10-12 herë në ishta gjatë 24 orëve dhe derin 30-40 herë ka shkel si përfaqen ajrore të Shqipërisë. Po të shinkon, ashtu që shthojnë ushtria, pse serzunat aeroplan, ato janë thojnë, po realiteti që ndronë pak ma ndryshe. Ta veç me musën për rolin e Kudus Selamës edhe të djemve të Trapujës? Djemët kanë dhonë një kontribut veçant në datat saktume. Po në datat saktume është data 9 prillit, kur është drejtimi mashtrus. Po e tha më herë, po. Po musë? Vazhdos. Unë nuk kam bised për Kudus Selamën, unë respekt për ta. Adin kështu jemi kufizum në bised. Pse apo? Vetë ashtu jemi rezervum. A ki taku e zëtë luftës? Ja, kur. Ska shka thët? Unë e vish një edin në 97 në Shqipëri e kumë po dhe është alo, me traktor, aeroplanin të e ngre me shu në shpitve. Nga. Kush? Në Shqipëri. Shqiptar të Shqipëri. Në 97 e kumë po me traktor e pytë gazetari ku për qënë kyqohet në pistë jo të shu. Dhe ma unë qëfar devalvimi e gonë, unë e kumë po ushtarin e Shqipërisë me së gjima lidhë pantollat, më thejka po ma jep një në pusë, ta shapito 2 e ta njonën. Unë e kumë po vetën ma të rëzikum në Shqipëri se në vitë frontit. Unë e jo ma i se e thonë. Pse? Që që ke po vetën ma të rëzikum Shqipëri se në vitë frontit? Shumë ma i rëzikum im gonë. Pse? Pse kajtë konë heni. Qka kam Pa ta dhe mas lufte, i në shku 10 vite, kërën kërë kumë pajkerat nga dekë qika hoqës, ta vjedhke në shpet, ta vjedhke. Vike prej Bramcurit, e prej Shqipnije, vishë ta vjedhke në makinë. Qka kam vjedhë ty konkretisht që po? Në pëtë, po unë ku e marë 2 mitën mas lufte, më kanë jem nëllë, vishë që kumë vetë, shqiptarë jem konë, jem shku në kuks. Kumë thonë mirë mrama, se më zoni terri, se atërë isha me të janë, bura o konë dhe këtu, isha me gru me qëtë 2 vajzë si lash për me luftu pratë dhe. E kur nisa ndërës në thanë, më shko me kolun, bune, 2 minuqe atë dhe veja, ta shtusht fatkesia modhe se njështë rrejnë. Qka të thanë ata, po? Me mroma, 10 vetë këtë, se në 3 vish një, lakmon, thët, po marrë dhe shka. Po 10 vetë,
a bon më ndregu ka është rruga për më dalë në prezident, për më dalë në Kosovë, tha në drejt e ki. Beson zotën kur unisa më shku drejt e po këne rruga me ashkilne, se ishë bura dhe këtu. Ku mësujt e poshtë i kanë dhez makinat, më kanë jek dhe në kufe. Për shka? Me ma mor makinën a më mbroa, ku më vuj dhe se e më dalë. O shumë e vërtet, e ku më nem, edhe për që unë në kom. Hej, mërë zëtë, kur atë më së bofëshin. Mas lufte, tashti, jem shku në Vilipoj, unë e përvish për foli për shtë shqiptojnë që e ka thot ti. Kongën se bish na keshim masakru më gjenë halasin gjithë shkoj, gjysa e jetës shkoj. Ata sërbisht e ke, kërë Kosovar. Ku është? Në Vilipoj, në Shkodrë. Pa adin të si unë këmë liftu për Shqiptari, që kjo Shkodra jonë për 1200 Serbë që i kanë mona, për katon e komën e Serbin, që ja kanë maru shta. Komandon të atun, ja u kanë maru shpijat, ja u kanë dhonë traktorat, që 26 vite Serb, ju shkon buka, halo, a shiftin tem, a sa një shenë nuk e trajtojnë. Shiftin tem. Shkojnë kështë i përbëjmë se vapi shuhin. Se përbëjmë si fize? E Musa Smojlin e shumë tjerë nuk kanë ardhmeri s'ka. Si fize janë 96% janë muslimanë. O shoge, musliman të hamomit, le e bashkë zote më sëmshtin si biseda, se nuk jam interesum për më bo. Si jem të hamomit se edhe unë jam musliman. Musliman nga një, unë e musliman, unë e disha dhe më honë. Se këta me njojnë se që tu i kumë pahon asimit, u që keja nuk o prunë private e jutja, as nuk o livadhe juti që i ke ble, po është ushtria shqiptare popullit që ka rrjedh nga populli. Edhe muslimon të hamomit që jonë të bon, ajo zoti është nuk o prunë private, zoti është formullë, është matematikë, është dashuri, është zoti është fuqia absolute, cila nuk preket, nuk meret, nuk shbohet, ajo është, le këto të rranat njëzve. Unë e po thëmë, me mira kish me qenë, më konë na me i hek devalvimin. O zët, vesh për du më thonë, o njërës të mi o i Kosova jeme, a o shtek me i hek ta njërës që e kanë kesh përdur, thmin tem ma kesh përdur. Nuk kanë drejta me mojt ka 3 puna, një punë e ka në parlament, që e shtash për drejtuna me emën, komandant Kamishi, ku është unë 2 zonzat, 2 thmini kom, në fakultet, me ka 2 fakulteta, komandant Kamishi i manë 3 puna për shemull. Qështë është dhe mundë me komandant Kamishi mi mojë 3 puna, 3 puna e thmija jem nuk ka orar për më punu. Në ora 8 ka mësim, në ora 12 ka mësim, në ora 6 mas dite ka mësim, në ora 7 ka mësim. Do më honë, thmija jem që 7 vite s'ka drejt më punu, se s'mujmë. Unë e mësë mi bo 2.000 euro në mujtë. Thmi, unë s'kam thmi me shkullu. E këthemi te Kutuzelianë, pëse thoi s'kam mendime për ta? Nuk kam mendime për Kutuzelianë. Vura i ka qenë një dërgjës? Jo, nga një. Unë nuk marë përgjësi se unë këmë qenë vish një snajperist, një ushtari i vërtet. Po komandanti përgjës që me ju që kush ka qenë si pas te e mus? Me letra, dhe me thonë letra, di që ka qenë pas dekje se komandant legendora dhe mjashore ka qenë komandant Azem Sujlar. Unë e kom dëgju, jem kanë zyret Azem Sujlës, kur e kanë bon shetëfar skandalin Burret. Po e kia dhe një rafim që ku dhu, e kom dëgju të jashanon. E kom thonë rafimin, janë në orë dhe kanë prish ushtrin. Kush? Janë orë një saktum. Une jem konë për me mbrojt Ilmi Kodrën, jem konë, unë e di që akum folë, këshim ba thonë, Musa ka folë vërtet e kështu. Është shumë e vërtet. Jem shku se Ilmi Kodrën më ka thonë, ajo dek është rametash. O konë burri mirë. Më ka thonë, apo vjen musë në Teron një mëmë, se po tut në shka po të në më mba. Mu më ka thonë. Edhe më shku me mbrojt, me i kalzu si kjo burri mirë. Orë me shike, ka po shike 17 vjeqare. Ja ka pas em një gjevë. O konë qike mirë, o konë një situnin. Edhe qka i tha? Edhe urohinja i në zyre e shaj ka zëmsylla. Kanë? Ilmi Kodrën. Pse? Po s'di që i thëke, në zyre në isha unë për joshtë të shajt, na ishim suku që tu ti me shajt në zyre. Të një im hi, unë me dhonë intervistën për ta. Urnë tha djali mija, zëmsylla o gjalla e nëjnë e din. Tha urnë djali mija, tha shumë një mojë për Amerike. Me lëftu, je mojë në Borrell, u bon që këj kesh përdërim. Tha, Ilmi Kodra, tha o ka lyp me ikë mu këthynë në Gjermani. Tha o ka ju të rallëtën juve. Ti tha shko e këshirë lufto, e mësume me ta, delëm jashta.
do më honë ka shit jashtë, se s'ka bo dëshmija ja me punë. Une nuk kom ka qik me himu mor me ta, se s'mi të sëm puna tyne. Une kom lyp varianta... A ka qenë e vërtet aja që ka thonë vazhimi? A ka qenë e vërtet si pas teje? Kush? Aja që ka thonë komandon? Po Elmina? Po. Zde ju nëse kom njoft Elmin. Une vishë kom njoft që e kom po me sy. Po ta veç me Kobrën? Une s'kom pas më Kobrë si me kush ka dit. qenë komandanti përgjithshëm si pas juve? Komandanti përgjithshëm i jemi ka qenë Ahmet Krasniqi, pastaj ka qenë Halil Bicaj, edhe në zonat operative të luftës, si njësi 98-ën, kum pas disa komandant, kum pas Skenderi që tash s'po më kujtohet mbi emri e fshatit mërasor njësit i Hekuri, Skenderin, e kum pas pastaj jo, ai ka qenë Skender i mërasorit, Bina Gashi në Sër Gashit, pastaj ka qenë Gjim Gashi në brigadin 124 Gani Pacharizi, kum pas ndryshëm. Mirë po, une i sistemum kom qenë në vijen institucionale të Ministria e Mbrojtjes Republika e Kosovës, që kemi logarit me kushtetutën e Kaçanikut edhe si republikë, si shtet. Po, unë me që ke qenë vi institucionaliste, a i hedhe akuzat rona ndaj shkryministit Republikës Bujar Bëkushit? Kush? Musa Marët. Po, tash Musa i ka mendimet e vetë. Po, ju që ka mendoni për ato? Për punën që i ka bon, do me thonë, aqë sa e ka bon, se edhe shtetet ku janë funksionale nuk mujnë me dhonë maksimumin, se në luftë nuk shkon gjithë shka mirë. Lufta i ka edhe ontë pozitive dhe negative. Mendoj që ka punu e mjaftë edhe janë organet tjera nëse ai diçka ka asi cilat dojnë me analizu e punën e tina, unë jam analizus i asaj fushe. Mirë po, na nuk e kemi kundërshtu asë si komandant Azem Sylen. Ato fërkimet e vogla që ka kanë qenë, sene aso, ka pas, do me thonë, po une nuk jëmë gjithë në situata të pa lakmushme drejt për drejti me antarë të shtabit përgjithshëm të ushtrisë qimtarit Kosovës, për kundrazi prej fillimit e kumti që brenda teritorit Kosovës luftojme me si ushtrisë qimtare Kosovës, jo si forcat armatosura të Republikës të Kosovës, na do të forcojmi do me thonë ushtrinë qimtarit Kosovës. Edhe s'kum pas problem, unë asë në zonë Drenicës, asë në zonë të Pashtrikut, asë në zonën e Dugagjinit gjatë vitit 98, që i ku marrë pjesë, asë gjatë vitit 99, këto që ka i ndëgjova për musës, nështë nuk janë për emision me përmend, ka pas kësi gjona, nuk përja edhe... Për këtë kodë ma troma, keni që këtë burë ka desh me vrarë një ushtarë për një kip, edhe ta na hunë të më vrallë mu në emision. Sinqeresht, që ke bu? Unë s'kom pas që dhe me vërë kërkan. Kishin ndollë të reja, të këmë blitë sonte. Kishin ndollë të reja. Ani tash. Shumë i keshja. Qërë është... Tash po merë që ma petë bu më Ato e din tonë, po ajo ka shenë... Ajo konë provokim ju, a i s'ka dash më po provokim, a i shkur të trupë u mënu me të regu të vërtetën, si nuk kena kep sa ushtari, ka pas kërkesa shumë. Aty kanë mujtë më konë 20 sopa, po momenti jam, o konë si zotë në vizlëshin, për dishka tjetër. E aje nuk ma dha, aje shkon trem, qërimi, po thonë gjallë dhe gëzurna për ta, po se kum taku më kur, ja kum ma vit kallashin, ja kum ma vit kallashin, po nuk u frikuaj, thasha ma kepën s'ma jep, këta s'pëtu me përsa i njëtë. Pa mu s'kën emision e konë të vra për të kep? Ja, unë nuk jem konë të të vra, po ti e provokus. Jo, s'jam provokus, ti gleta të reja. Unë e kom zerë armen me të regu se ti me mu nuk më lunë, se zakonisht je kalun me njës. Je kalun, se une a ma boni pytin për mes me në asetë u mënuve, komandant, kërkoj fali se për ta përmenem, po tek e punit, në asetë vlasë i thirët, po Kobra, krejtë ato kanë përfëndu, po shumë respekt. S'ka lidhe une se shka rëfet. Qka kime dhonë një mesaj për fund mu? Se jemi minutat e fundi shumë shpejt kanë shku? Mu po më vjen mirë, se po vjen fundi, mesaj. Kisha më konë ma i lumë të rinë botë, më konë që më hekin mu për i veterani krejtë, vesh me i pastru krejt listat e veteran, mi he krejt jarë.
edhe invalid rrejshëm, se invalid rrejshëm me hek është krenari kumbi, është me punë e parë, që ju duf me bon, është duf mas milion mu bon invalid njës se s'ka gjo ma gjëna, unë i kum pa trunë të shofë e në gjyks në kanë metë. S'ka gjo ma gjëna kanë, a di që të më hanë me dirë gjak, nuk je ka dina po mund të anëllë kur gjakën, jetë e dhonë jetën, të e dashtë atë dhemë, të të metë marak, se atje ka pas dhënu me motra tonët e ka pas të masakru me ka pas të kesh përdojnë gjdo nje që ka hecë kom. Ka qenë të merë, Kosova thatë të konë metë. Duhet mesazhi më i mirë me i pastru, jo listat për mi e krejt të afliqona. Këta nuk i bëjnë njëra dheut. Këta nuk ma shumë jënë të fregu qëta që i kanë bon, se ata s'kanë pos fajse. Kush kish gudzu më artë e une, mu ka ndodhë, më kanë thonë, mu si ki 10.000 euro pënëm. A e din që ju kontrol me mytën ato. Nuk gudzën për kush me kesh përdur luftën edhe gjakun e luftetarëve të vërtet. Ku keni bre, ku keni ti 20.000 femna dhënu me i kemë. Ku keni ti 20.000 invalid, po çfarë luftet hamamit bom me 20.000 invalid, pa ajo normal me këta, Ku keni në bot, invalidi s'ka drejt me punu, so smut, invalidi thonë. Invalidit i ka thonë drejt me punu, për mi morë këta ka 2 rroga. Të ka zënë si janë hajna, po këta janë hajna edhe në parlament kofshin invalid, si të marru më rëndza. Po edhe në policien kofto hajnë rëndzer. Se po ka drejt me punu aj policë, po ka drejt invalid, aj nuk mund të arrestën dikon. Se invalid i thonë. Invalid, veteran, ku më bon armi shumë në këtë aspektin, se tash ma shumë minë bon invalidet rëzikshëm, se lufkoj në konë atër me sebin. Se invalidi, ose veterani i rrejshëm, ose shumë i rëzikshëm për mu. Komandant Kubra, faleminderit shumë mus. Një mesazh për fund? Mesazh si kërkesë si analizë kështu. Në gjithë ata që e kanë keq përdorur ushtrinë qëndrore të Kosovës, edhe ata cilët e injorojnë dhe e nënshmojnë pas luftës. Duhen të jenë më të kujdesshëm, se ne jemi shqiptarë si kënej si në Shqipëri, se mundet me ndodhë një vit 97, ku atëherët dhe dalin dhe balë për balë të në nënshmojnë edhe të në keq përdorin. A për këta që kanë keq përdor edhe kanë qenë kuadrë të qykës vërtet, me detyra caktume dhe në bon profiter, ma mirë nëse ndodhë diçka si në vitin 97, t'i morin paketat edhe t'hecin, edhe mos qofin ndra asni familje tjetër përpos një familjes që është familje legendare, një epope është, ajo është e Jashareve. Adem Jashari është ai cili është komandant legendar, s'mundet me dal i dyti as në Marec, as në Dugagjen, as kun tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit komandant Kubra, faleminderit shumë që ishe me neve sonte, faleminderit mus, faleminderit qikusit, ja themi faleminderit që na ndjekat, shkojmë me pjesën e dytë të emisionit. Faleminderit shumë.